përmendet vizionin që keni sjellë sot të raportoni me këtë projekt ligj. Një pyetje. Tani vizioni juaj që nga që pra veç shtetit i delegohet PPP-ve apo klientelistit më të favorshëm pranë qeverisë? Ky është vizioni juaj? Sepse kjo nisëm që ju keni përcjellë sot në këtë komision, këtë tregon. Keni krijuar një xhungël VKM-sh që po mendoni ta menaxhoni komplet qeverinë, ekzekutivin, pra fal këtyre nismave, lutem, zonjë mos më ndërhy. Kur të kryj unë, ke më ndërhy ti. Dakord? Je shumë emocionale. Ju lutem zonjë, unë nuk doja asnjë moment më ndërhy në profesionin tuaj dhe më ju tregu se si bëhet puna. Kini durim, kur të përfundoj unë, atëherë mundeni më ndërhy. Kjo tregon edhe pa pjekurin tuaj, Pastaj bim dakord të ajo pjesa që e re apo e vjetër në pushtet, në ekzekutiv. Kështu që të lutem. Mos bëj komente personale dhe zëvendësministja, ju lutem. Të përfundoj atë.